Ja çfarë ndodh me tensionin dhe imunitetin nëse konsumoni çdo ditë banane. Bananet, përveç se një frut i shijshëm dhe praktik për t'u marrë me vete, janë duke u kthyer gjithmonë më shumë në aleat të rëndësishëm për zemrën. Një studim i publikuar së fundmi në American Journal of Psychology, Renal Psychology thekson se konsumi i rregullt i ushqimeve të pasur me kalium si bananet mund të ndihmojë në uljen dhe menaxhimin e tensionit të gjakut. Natriumi rrit presionin e gjakut dhe marrja e kaliumit e ul atë, shpjegon doktor Daniel Johnson, profesor i emëruar në shkollën mjekësore të Universitetit të Mississippi. Kaliumi ndihmon trupin të eliminojë më shumë natrium nëpërmjet urinës, duke ndihmuar kështu në presionin e gjakut. Një banane mesatare përmban 358 mg kalium që përbën afërsisht 9% e nevojës ditore për ekspertët dhe gjithashtu edhe për të përmirësuar nivelin e tensionit. Ndërsa përfitimet e bananës në dietën tuaj janë të mira gjithashtu edhe për imunitetin edhe për stomak.